Një nga hapësirat më të rëndësishme publike dhe historike të qytetit bregdetar, sheshi i Flamurit, po përballet me problematika që lidhen me mirëmbajtjen e vazhdueshme. Qytetarët e Vlorës shprehen se kjo zonë, e cila përfaqëson jo vetëm një simbol identitar, por dhe një pikë e rëndësishme turistike, meriton kujdes nga Bashkia e Vlorës. Sheshi i Flamurit, një ndër zonat më të frekuentuara të qytetit si dhe nga banorët, ashtu dhe nga vizitorët. Ai mbart një peshë të veçantë historike, pasi lidhet drejt për drejt me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Për këtë arsye, çdo element i tij, nga hapësirat e gjelbra, monumentet, instalacionet dekorative, ka një rëndësi të dyfishtë, estetike ashtu dhe simbolike. Megjithatë, sipas qytetarëve, gjendja aktuale e disa elemente të sheshit lë për të dëshiruar. Në mungesë të stolave, qytetarët zgjedhin të ulen pranë elementeve simbolike të sheshit. 4 topa dekorativ, të cilët janë kthyer jo vetëm në një pjesë identifikuese të hapësirës, por dhe një zgjedhje alternative për pushim. Megjithatë, kjo nuk është një zgjedhje e përshtatshme për zonën, e cila ofron të synojë standarde dinjitoze për komunitetin dhe vizitorët. Të ngrihem komunë? Është mungesë e madhe. Pjesëlloku më të madh në këtë sheshe nxjerrin vetëm mungesë e banjës, mungesë e stollave dhe pa pastërti e madhe. Ka mungesë, ka të theksuar. Këtu kanë qenë dhe sa betone që i hoqën e i vonë të Holiday për arsye që mos futen makinat për të parkuar. Edhe tre quat e bashkia la për bjulluar. Atje rinë njerëzit, që s'kishe stolla. Edhe këta stolla që janë tani, i kanë hequr dadot dhe i kanë bërë të lëvizshme. Lëvizin nga vëndi, i tërheqim, i çojnë në hije, nuk janë stabër, i shyen njerëzit. E fundit është se këtu nuk ka një rregull. Nuk ka një interes nga bashkia ose nga institucionet që merren me këtë punë. Çfarë them ne rrim këtu. Rrihet këtu në Çimendu, ku do vëmë të kalojmë ne pensionistë. Juve duhet të vënë në një lagje që nuk kanë ndot, mbas xhamis, po do të futesh mas xhamis. Mas e ka provuar që dëllën dhe matan, të gjitha katët e para kanë bërë shtesa. Kanë qenë lulishte atje, ka qenë vënde lulishte. I kanë zënë gjitha vëndet e lulishtes, kanë bërë jo shtesa, jo kuzhina, jo korridore, çka kanë bërë atje. Është turp i madh që këta merren me gjëra hiçe dhe nuk merren me këto që janë më kryesorë. Në vend të stola e drurit, që s'keni mundësi t'i bëni se dru s'ka, gurët që keni rrethuar këtë halen këtu, i vinin këte nga para që t'ulen. Kaq. Nuk ka gjë e madhe për të trequr ata gurët i bien këtu. Po se bëjnë dot atë, në ato neve si 300 vjet mos a bien policisë na kapin. Se 300 vjet i bien këtu. Tu duhet të ishte vënë gjëna. Edhe nuk vinë dhe këtu të bëjnë ato nevojat personale, është gjëna. Po të jetë kjo mbushur me stola, edhe një banjo është gjërat mos bëjnë ande, është gjëna, turpi i botës. Turpi i botës, po vinë këtu turistë shikojnë aty që bëjnë shumë gabim. Unë nuk arrit ta kuptojte, aq bukur ishte ajo me stola aty, rinin që të gjithë. Po rinë këtu edhe të vojtë llaktarisë kur shikojnë aty. Erdhi një ditë ku ishin këtu ja 2 deputet. Pse keni ardhur, filmuan këtu që dolën e po bënin. Shumë keq. Nuk e di si u bën në sy, po çfarë bën vën pren ato, sado që i pren ato, gjoja mos shpëtonin. Prapë e njëjta gjë është. Pren lulet, gjoja që mos të bësheshin ata që të venin atje. Prapë e njëjta gjë, ja ri këtu 5 minuta do shikosh sa do ven. Dhe tani s'ka lule që është hapur. Por edhe tani është gjëna. Po pse është një banjo, unë nuk arrit ta kuptoj. Kaq të vështirë pas ka bashkia për një banjo. Ajo ka qenë faktikisht aty. Në këtë kuadër, kërkesa për më shumë vëmendje ndaj kësaj zone shihet një domosdoshmëri. Investimet e kryera ndër vite kanë sjellë transformim estetik, por sfida mbetet mirëmbajtja. Pa të, çdo investim rrezikon të humbas vlerën dhe funksionalitetin.